Edhe pse qeveria e Kosovës ka marrë vendim një vit më parë për t'i hequr në mënyrë të njëanshme vizat për hyrje në Kosovë për shtetasit e Bosnjës dhe Hercegovinës dhe madje për t'i lejuar ata që të hyjnë vetëm me letër njoftim, problemet për qytetarët e Kosovës kur bëhet fjalë për hyrje në Bosnjë dhe Hercegovinë vazhdojnë të jenë të pranishme. Qytetarët e Kosovës jo vetëm që nuk mund të hyjnë në Bosnjë me letër njoftim, por atyre u duhet të shkojnë në vendet fqinje, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut apo Serbinë për të marrë viza për të hyrë në Bosnjë. Personat me dokumente udhëtimi të shënuara Republika e Kosovës mund të hyjnë në Bosnjë dhe Hercegovinë vetëm me një vizë të lëshuar nga ky vend. Ajo nuk vendoset në dokumentin e udhëtimit, por lëshohet në një formular të veçantë dhe sipas një procedure të veçantë, ka deklaruar Policia Kufitare e Bosnjë-Hercegovinës. Kompetencat për përpunimin e kërkesave për lëshimin e vizave për të hyrë në Bosnjë-Hercegovinë për shtetasit e Kosovës u janë caktuar misioneve diplomatike dhe konsullore të Bosnjës në Shkup, Podgoricë dhe Beograd. Shtetasit e Kosovës mund të udhëtojnë vetëm me letër njoftim në Shqipëri, Malë të Zi, Maqedoni të Veriut dhe Serbi. I vetmi vend në rajon që nuk ka lejuar udhëtim të lirë për qytetarët e Kosovës është Bosnja dhe Hercegovina, po ashtu qytetarët e Kosovës mund të udhëtojnë në vendet e Bashkimit Evropian në zonën Schengen pa viza që nga janari i vitit 2024.